Po dëgjoni edicionin e lajmeve. Ora 11. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Severi-Atlantike Yabdeh Skefer pritet të mbrisë sot pasdite në Prishtinë, ku do të takohet me shefin e UNMIK-ut Joachim Rücker, komandantin e KFOR-it të Roland Kater, ekipin e unitetit dhe përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Para se të vijë në Kosovë nga ori i Maqedonisë, ku përmba samiti për siguri i Këshillit të Partneritetit të Euro-Atlantik të NATO-s, Yabdeh Skefer ka deklaruar se zhvillimet në rajonin e Ballkanit dhe integrimet euro-atlantike do të ngadalësohen nëse të gjithë ne nuk gjejmë një zgjidhje për statusin e Kosovës. Në hapje të fushatës së korreshirjeve dje në Miradit të fushë Kosovës, kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu deklaroi se me pavarësimin e Kosovës dhe me ndihmën e madhe të Bashkisë Ndërkombëtare do të ecim me programe të reja të zhvillimit të ekonomisë dhe agroekonomisë. Duke komentuar vlerësimet, gjendja e sigurisë në Kosovë mund të përkeqësohet sa më shumë që të shtyhet të zgjidhja statusit, të zëdhënësi NATO-s James Apaturaj tha se NATO dhe KFOR janë të gatshëm që të mbajnë në paqen dhe sigurinë. Portugalia, e cila merr presidencën e Bashkimit Evropian muajin tjetër, ju ka bërë thirrje vendeve evropiane të mbesin të bashkuara në rrugën e zgjidhjes së statusit të arshëm të Kosovës. Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP dhe zyra britanike promovuan dje në Prishtinë dhomat e veçanta për viktimat e trafikimit dhe të dhunës në familje në 6 stacione të policisë, si dhe ndan mjete të ndryshme hetuese dhe të përgjimit. Filloi dje asfaltimi rrugës Vrellë-Banjë me gjatësi prej 6 kilometrash, e cila lidh komunën e Iqtogut me atë të Pejës. Për ndërtimin e kësaj rrugë, Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit e Kosovës ka ndarë 750.000 euro. Në vazhdim dëgjojmë raportin për turneun multietnik të futbollit të mbajtur në Gjilan, të përgatitur nga gazetarja jonë Shkurte Zajmi. Një siti çështje civile i KFOR-it amerikan, i cili vepron në forcën operative shumë komshelindje, organizoi një turnir multietnik të futbollit në Gjilan. Qëllimi i organizimit të këtij turniri ishte humanitar, ku me paratë mbledhura nga loja është ndihmuar vajza 8 vjeçare Kaltrina Zeqiri nga fshati Llabian, komuna e Gjilanit, e cila vuan nga sëmundja e artritit reumatik. Me këtë rast, Nusret Zeqiri, baba i Kaltrinës, tha: Falenderoj prej KFOR-it që ka angazhuar këtë turner për Kaltrinën, edhe për tjerëve që vinë këtu këshirin dojnë e futbollit. Falenderoj shumë. Ndihna shumë mirë. Mundësia me minimu Kaltrinës është shumë mirë, është më i ka qef edhe kjo me lujt si tjertë më i. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni dhe bota. Ministri i Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike të Malit të Zi Jusuf Kalamperović tha se dokumentet të reja të identifikimit, të letërnjoftimit, pasaporta, të patenshoferët e të tjerë do të jenë të gatshëm nga 1 mars i vitit të ardhshëm. Sipas tij, letërnjoftimet do të jenë në gjuhën angleze, të zyrtare dhe në gjuhët e pakicave. Kryeministri i ri i Britanisë së Madhe Gordon Brown ka emëruar 41 vjeçarin David Miliband ministër të jashtëm britanik. Kryeministri Brown pritet të shpallë edhe emrat e ministrave të tjerë të kabinetit. Të paktën 27 njerëz humbën jetën dhe rreth 40 të tjerë u plagosën në 2 incidente të ndara që ndodhen dje në Bagdad. Po dje në qytetin Basra humbën jetën 3 ushtarë britanikë nga shpërtimi i një bombe. Meteorologët parashohin që sot mbi vendin tonë të mbajë mot kryesisht me diell, me temperaturë maksimale rreth 28 gradë Celsius. Ishte ky edicioni i lajmeve orës 11 në Radio KFOR. Faleminderit për vëmendje.